Ju përshëndes me respekt personalisht dhe në emër të vendit tim. Jam shumë i kënaqur që gjendem sot këtu sërish me ju me rastin e samitit të 6 të Komunitetit Politik Evropian. Do doja të falenderoja kryeministrin e Shqipërisë, mikun tim të dashur Edi Rama dhe të gjithë ata që kanë kontribuar për organizimin e këtij samiti. Jemi mbledhur bashkë të diskutojmë një vizion të ri që do të ripërcaktojë kontinentin ton. Tashmë më shumë se kur është e rëndësishme që ne të veprojmë të bashkuar me bazën e bashkëpunimit dhe të orientuar nga fryma e veprimit përbashkët. Për të tejkaluar krizën e besimit në arenën ndërkombëtare, është e nevojshme që të krijohet një arkitekturë drejtë dhe gjithëpërfshirëse globale qeverisjes. Ky transformim i cili do të bazohet në parimet e pandashmërisë, sigurisë e një ndarje më të barabartë të prosperitetit duhet pikë së pari të nisë në shtëpinë tonë, në kontinentin evropian. Ka një potencial të jashtëzakonshëm për bashkëpunim në fusha si industria e mbrojtjes, energjia, korridoret e transportit dhe ndërlidhja të nxirrët e furnizimit, tregjet digjitale dhe lëndët minerale kritike. Janë shumë fusha pra ku ne mund të bashkëpunojmë. Në këto kohë kritike, kur diskutojmë të ardhmen e sigurisë evropiane, përpjekjet e Bashkimit Evropian për të zhvilluar industrinë e saj të mbrojtjes janë vërtet të dobishme. Ne besojmë po kështu që këto përpjekje duhet të përfshinë edhe aleat që nuk janë antarë të Bashkimit Evropian në mënyrë të tillë që të mos ndikojë apo të kryejë rolin thelbësor të NATO-s. Në fakt, me këtë lloj ideje do të ishte në interes më të mirë të sigurisë evropiane.